Profesor, nga 2-0, 2-2, çfarë nuk po shkon në këtë vllazëni? Mendoj që e fitume vjen pa marrë. Është ishte atë zbulat se si mënyrën se si kena pësu. Kena minuta shpara me dojnë para kohët. Mendoj në lojtarë disa shërë raporte të tyne, bojmë disa gabime në rreshtim që si janë normali më bënë. Duhet më tepër pikurisë, se në 2-0, ta ke shkollën në kontrol. Duhet kesh shumë qëtësi, duhet qëtëllosh të më duhet të bash në vazhë i bënë shtë. Jo se ne vetëm bënë. Një lojë shumë e paqartë, profesor, sot nga vllazënia, çfarë nuk shkoi? Shumë e paqartë. Pjesën e parë kishim probleme. Sidomos se mëzuam shumë herë në kundër sulm, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, ata nëse në analizuar në ekipin, duhet shumë punë për me ba lojën tonë, gjithsesi në pjesën e dytë bëm zëvendësime, rregullum, bëm 2 gole, mund që moshe më një tjetër. Në ata momente kur duhet që Milan goditjen, është në golin e tretë, mësojmë 1 gol nga hiqi, do pas topin kamna. Dhe pastaj vjen sikleti, mos zeme jishit, bëjmë gabime dhe mësumë për një dy, mësojmë në një në fund për gabimet tona elementare. Profesor, e nisët me një barazim kur ishit në avantazh 2-0, por duket se edhe vetë ju e keni përjetuar jo mirë. Duket vetë nga analizat se keni keqardhje për këtë rezultat. Na që kam keqardhje, që 2-0, unë e di që në ishte para s'ka me kanë kam seksuar për parë se me filloj që s'ka me kanë buka. Janë rëndësishme më atë pikt. Pra në jam i mërzitur sepse edhe për të më që kësë mërësha 3 pikë, dhe e fije më atë qetë. Po, prap ishte përfaqshme me 2-0 ishte përfaqshme. Profesor, pas kësaj ndeshje skandaloze sot, mendoni se vllazënia ka nevojë sërish për afrime të tjera në kafa? Skandaloze është fjalë e madhe, më thënë. Skandaloze nuk 2-0, 2-2, nuk them skandaloze në atë mënyrë, nuk them skandaloze, s'kam të si me thënë skandaloze, më që moshim golin e tretë, ishim thjesht e morë me mua letë sa duhet mas 2-0. Mandej aja skandaloze që thotë i duhet të fjalë tepërt, po që se si më një mjetë. Sa gati është sigurisht skuadra profesor për të përballuar sezonin e ri, sepse duket sikur ende ka mendjen tek fund sezoni këtuar. Po, edhe kjo çfarë më bën, megjithëse janë shumë lojtarë të rinj, mendoj që akoma nuk janë shkruar në mënyrën e lojës tonë. Po, thash që se da kuale vetë, ne shpresojmë të bëjmë sa më shpejt, duhet punojmë, të rrugojmë në efektin tonë. I besuat dhe njëherë vendin e titularit portierit Moldav, i kënaqur për ndeshjen e parë? Po, mund të them që ishte mirë, pavarësisht se të rasti golit të parë luta mund të biletovit më larg, por nuk ishte ai gabimi, ishin 2 ose 3 gabime vrallëse, por përgjithësi më është. Shikoni të vështirë të kampionatit duke pas parasysh që skuadrat e tjera ndoshta janë karikuar disi me tepër. Po e shoh më të vështirë, ekipet janë kompletuar, me atë komplet janë më egër, ne shikoj pas më tepër se janë 5 faza. Kanë më egër, ekipet janë kompletuar, por është do të thotë që edhe ne do rritim dhe do progresohemi në javën e gjatë. Tifozëria duke e heshtur, sidomos në pjesën. E keni diçka të rrethon ndoshta? S'kam që me thënë, tifozëria jonë e kupton futbollin, në di që ka kanë tifozëria jonë, janë mësu edhe vjetë kemi bërë futboll shumë bukur, s'kemi arrit e të duhet, si me duhet rritemi në javë, në në shëndeshje që me mri të këllojë. Profesor, me një analizë parë të 19 minutë që ju jeni kënaqur nga mbledhjet që janë bërë duke pasur parasysh që ka tuar jo pak bosh i vllazënisë. Pikërisht, janë disa gjëra, janë disa manovra që ato janë mësuar ndryshe, ne jemi ndryshe. Nuk kemi atë qartësinë e duhur në repartimin tjetër, po duhet përmirësora, nga ditë nga stëvitja duhet përmirësora, duhet punojmë. Çfarë mund të ndryshojë vllazënia për ndeshjen e ardhshme? Po, do bëjmë një analizë më të hollësishme të kësaj ndeshje, duhet të shohim ku na ka çalur puna, kështu që kemi edhe lojtarë tjerë të tallë, mund me një tjerë më përpara, kështu që mendoj që do përmirësohet. Prove komunikuat me dy lise pse dy kartona ndonjëherë s'kam komunikuar fare.
Mungesa Gurishës, sa ndikoj? Normalisht që ndikon. Normalisht që ndikon. Aq më tepër në këto ndeshje kur cilës egoja, grinta, po edhe rrëmërë si se komunikon me lojtarët gjatë lojës, nga muaj shumë, po gjithësi të pësojme edhe një ndeshje po ishte sepse është lehtë. E vështirë dhe ndeshja javës dhe? Si ndeshje s'është lehtë, kur ishte e vështirë kjo, ka më kënë më vështirë Elbasan, do t'jetë më vështirë dhe ndeshja tjetër, e ndeshjet vinë vështirësohen në moment asë një skuadër me asë një skuadër që të përbalë, nuk është lehtë.